Aksident në Gramsh, çifti i bashkëshortëve dërgohen me urgjencë në spitalin e traumës. Gjatë orëve të natës në fshatin Çekrez, një aksident rrugor u regjistrua në bashkinë e Gramshit, ku një çift bashkëshortësh ka mbetur i plagosur pasi motori me cilin po udhëtonin u përplas si pasojë daljes së papritur të një kali në rrugë. Sipas informacioneve paraprake, bashkëshortët po lëviznin me motor në segmentin rrugor që përshkron rrugën rurake të Çekrezit, kur një kal u ka pre rrugën në mënyrë të menjëhershme. Për shkak të distancës së shkurtër dhe pamundësisë për të shmangur përplasjen, drejtuesi i motorit ka humbur kontrollin e mjetit, duke bërë që të dy të rrëzoheshin në asfalt. Përpasoj burri dhe gruaja kanë pësuar lëndime të ndryshme në trup. Menjëherë pas marrjes njoftimit në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë së Gramshit dhe ekipi i urgjencës mjekësore, të cilët kanë dhënë ndihmën e parë dhe kanë transportuar të plagosurit drejt spitalit të Gramshit. Mjekët kanë kryer ekzaminimet e para dhe i kanë mbajtur nën monitorim për rreth një orë. Duke parë gjendjen e tyre shëndetësore dhe nevojën për trajtim më të specializuar, është vendosur që çifti të transportohej me ambulancë drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku po marrin kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ndërkohë policia ka nisur veprimet proceduriale për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se shkaku i ngjarjes ka qenë dalje e papritur e kafshës në Karexhat, çka i ka pamundësuar drejtuesit motorit të shmangte përplasjen. Ky aksident rikthen në vëmendje problematikën e kafshëve të lëna të lira në akset rrugore, veçanërisht gjatë orëve të natës, kur dukshmëria është e kufizuar dhe rreziku për aksidente rritet ndjeshëm.